Vera është këtu. E bashkë me të temperaturat e nxehta, pushimet, freskia, djersitja, një skarë me miq apo me familje duket si një ide e mirë. Dhe nuk po themi se nuk duhet bërë, veç duhet patur kujdes. Gjatë kësaj kohe mund të rrezikohemi nga ushqimet që pjeken aty. Infektologu Visar Gashi na tregon më shumë për këtë pjesë. Sidomos të ditë e verës, që janë të nxehta shumë, sidomos tash kjo ditët e fundit që temperaturat kanë rritur bajegi të larta mbi 36-38. Për rekomandimeve tona nga ushqimi që ka do të ruhemi këtë ditë është ushqimet e skarës ose çdo ushqim tjetër, edhe i zirë, i cili domethënë është përpunuar, është përgatitur mëngjes herët dhe nuk ruhet në temperaturat e duhura. Kemi një danger zone ose një dritare ku ushqimet do të ruhen në temperatura mbi 61, mbi 60 gradë ose në 5 gradë, për shkak se prej 5 deri në 60 gradë bakteriet zakonisht shumuhen. Është zonë ku ato rriten dhe nëse ushqimi nuk është ruajtur edhe i përgatitur në jashtë këtyre prej 5 deri në 60, atëherë domethënë rreziku është që ne të helmohemi për këtyre ushqimeve. Sidomos në skarë ku është një traditë ku përgatitet mëngjes herët ose para përgatiten çebapa atë pleskavicat e ndryshme dhe lihen atu. Nëse nuk është përdoret ky protokoll i ruajtjes temperatura mbi 60 gradë, atëherë rreziku është i madh që ne të helmohemi për këtyre llojet ushqimeve. Në anën tjetër, qysh edhe dihet, pirja e ujit e ka të vetën. E gjatë kësaj kohe është diçka që fuqishëm rekomandohet. Normalisht ditët e nxehta si këto tash që jemi duke kaluar, preferohet përdorimi i elektrolitëve, që kanë kupton domethënë normalisht shumica nonave kur fëmia kanë domethënë të lashme me brakëqitje, mjeku i përshuan ORS apo Nelet që njihet me emra të ndryshëm, por ORS është emri i tinat që përdoren në shkencë, që është për qëllim shkurtesa për rehidrim oral me kripra. Ne mund të aplikojmë edhe në kushte domethënë të shëndosha apo tek sportistët, ku edhe në ambientet shtëpiake mund ta përdorim, domethënë në 1 litër ujë të blem apo të zirë të ftofur, mund të vendoset 5 gram apo një lugë e vogël e çajit sheqer, një ashtu kryp dhe pak sodë bikarbone, ose blehet ORS apo Neliti në qesën nga laboratorja, vendoset në 1 litër apo varësisht nga produkti apo produsi se ka e caktuar në sa mililitra ujë, edhe këto përdoren ekstra domethënë si ndihmës shtesë për ruajtjen e elektrolitëve dhe dehidrimit përndryshe, sepse tash për shkak të djersitjeve të mëdha, atëherë edhe mos konsumimi i mjaftueshëm sasive të ujit mund të shpihet deri dehidrimi dhe humbja e elektrolitëve, edhe normal si pasojë vjen te çrregullimet e ritmit zemrës edhe problemeve të tjera në organizëm, çdo sens që këtë është e varur nga homeostaza në organizëm. E ti bërë në me skarë me familja apo me shoqëni, veç bë çka të bësh pe ujë.